luftë dëshirës për të negociuar lidhur me to, por edhe për sa i përket adresimit përgjegjësive, për sa i përket dëmët luftës apo gjithë fatkeqësive dhe pasojave të saj. Dhe si e tillë kjo do parë në harmoni me gjithë objektivat që synohen të arrihen përmes marrëveshjes, pavarësisht tyre palët gjithmonë japin disa sheja edhe bashkëpunimi apo të vullnetit ku qoftë në rastin e burgosur, qoftë në rastin e fëmijëve apo disa koncesione që mund të japin njëra tjetër për kërkesat e tyre, janë të tilla gjithmonë në funksion të arritjes qëllimeve dhe objektiva maksimaliste. Kemi parasysh që Rusia ka dalë dhe deklaruar me qëllim maksimaliste në funksion të asaj që ai nuk tërhiqet prej saj dhe sinjali është që këtu synohen të arrihet për t'u dhënë mesazhe force dhe mesazhe të asaj që vullneti për të vazhduar luftën është i tillë saqë ose përmbushëm këto të tjerat janë parëndësishme në lidhje me Ndërkaq çdo lezi apo e përdor Rusia dialogun si një mashtrim për të fituar kohë dhe për të planifikuar kështu pra edhe ofensivën e saj të radhës, ndërkaq a do dorëzohet dhe Ukraina përballë presionit ndërkombëtar duke rrezikuar kështu territorin dhe sovranitetin e saj? Dihet që Rusia është një dhepër e vjetër në diplomacinë botërore dhe gjithmonë në kufitet për diplomaci dhe diskutimet për arritjen e marrëveshjes, ajo i përdor gjithë këto instrumente në funksion të kujt arritjes objektive taktike dhe strategjike. Qëllimet e saj janë deklaruar me minister pikash, edhe Rusia e përdor këtë edhe për të fituar kohë në funksion të asaj që Ukraina kërkon 3 ditë arpushim, ndërsa Rusia kërkon çfarë 2-3 ditë thjesht për të tërhequr robërit e luftës dhe për të ripozicionuar forcat e veta në teatrin e luftimit në zonat e pushtuara të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk heziton për të rideklaruar edhe një kërkesat e saj të cilat janë pa pranueshme nga ana palës së Ukrainës, kemi parasysh statusin neutral të Ukrainës, posaderimin e saj në NATO, dinasifikimin e ushtrisë, të forcave mbështetëse, madje ka shkuar sfundi deri atje që ka kërkuar dhe zgjedh legitimitetin e leadershipit të Ukrainës përmes një procesi zgjedhor një mujor, brenda 100 ditë, shikundër heqjen e sanksioneve e shumë të tjera të cilët në këndvështrimin e Ukrainës dhe jo të Ukrainës janë të papranueshme. Ndërkohë që ka kërkuar ndër të tjera dhe heqjen e mbështetjeve perëndimore dhe mospërfshirjen e tyre apo mospërdorimin e teknologjisë dhe armatimit dhe logjistikës ushtarake perëndimore në vijën e teatrin e luftimeve. Si kundër ajo që thamë që është kryesorja statusi neutraliteti saj dhe mos aderimi i Ukrainës në NATO apo mos kërkimi i dëmshpërblimit për pasojat e luftës. Ndërkohë që Ukraina ka kërkuar pa pjesën e vet kërkesat, të cilët në vështrimin e palës ruse ato janë të parëzueshme, si kanë bëjnë me Putin, me tërheqjen nga zonat e pushtuara Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia. Pa përfshirë të krimet që e quhen si fita komplet, diçka që është e zaruar tash. E qartë. Mirë çdo lezi për ta mbyllur sepse jemi në fund. Jo, ndërkohë na lejohet me që ishte pyetja edhe për Ukrainë. Ukraina është deklaruar përmes presidentit të saj që është në mbrojtje interesit të kombit, të sovranitetit dhe integritetit të saj dhe po bën gjitha përpjekjet për ta ruajtur këtë dhe nuk bën asnjë lloj hapi pas, madje kërkesat e saj janë ultimative. Po pra që kosa që nga dy palët janë ultimative, këtë të thotë që dana është e vështirë për të arritur marrëveshja dhe mund të kemi një përshkallëzim të ri të konfliktit, i cili do të kemi të kujdesshëm, kemi parasysh sulmi i cili thamë kryetarës i ofensivës ukrainase që ishte karakterit strategjik për objektivat strategjik të Rusisë, po themi para bërthamore, sepse aty u goditën aeroporte, aerodrom të cilët ishin arsenali i armatimit strategjik në një linjë, po themi rreth 5000 kilometër katror, për treguar edhe forcën e saj, që unë jam aq i aftë për të kërkuar edhe në tërheqjen e bisedimeve që nuk çoj për sa i përket sovranitetit, mbrojtjes së interesit kombëtar, integritetit të kështu me radhë, që i kam të kapacitet. Qartë, mirë çdo lezi për ta mbyllur, lutem shkurtimisht, ndërkaq apo i afrohemi një momentit e errët në histori pra ku diplomacia duke parë dhe zhvillimet e fundit të këtyre raundeve që janë zhvilluar në Stamboll, diplomacia dështon pra dhe lufta merr një hovë të pakthyeshëm, dhe mund të kemi tragjedi të tjera sa i përket kësaj.
Po, si që thamë edhe në parashtruam gjatë gjithë kësaj analize, nderuar diplomacia për i të vërtetë pavarësisht përpjekjeve që i bën, nuk po jep ato frutet e dëshirueshme. Frutet e dëshirueshme sepse dy palët të cilët janë të përfshira dhe vendimarrëse në këtë proces janë në pozicionet e tyre kërkesa e maksimaliste që nuk pranohen dhe nuk realizohen dhe përmbushen respektivisht nga njëra tjetra. Janë ato kërkesa që kishte Rusia, të cilët janë në 6 kapituj rreth 31 të tilla, sikundër ka edhe Ukraina nga ana tjetra që nuk pranohen dhe nuk refuzohen. Dhe pra shposa që dështon diplomacia, opsioni i luftës dhe vazhdimi i saj në një nivel dhe një hop të më të madh nuk përjashton si mundësi dhe ne po e shohim konkretisht edhe në teatrin e luftimit ku ka përparime të dukshme po edhe të padeklaruara të Rusisë në krajinat në zonat e pushtuara në katër të tilla, ndërkohë që në të tjera Rusia ka kërkuar çfarë edhe tërheqjen nga e Ukrainës nga zonat të cilët është përfshirë në Rusi, por që mund të kemi edhe një përshkallëzim, por është një situatë që për të parandaluar pikërisht edhe skenar të shpërthimit të luftës tretë botërore nisur nga fakti që Ukraina ndërmori një sulm kësaj natyre pa parë si i tillë përgjatë gjithë periudhës së luftimit ku presidenti Zelenski e quajti si historik, që do të shënjohet në librat e historisë që do të analizojnë luftën. Skenari i një lufte bërthamore është i lufte edhe tretë mund edhe diskutohet në kuptimin një shfaqje në element kësaj natyre, kemi parasysh edhe ato që vetë perëndimi, po dhe SBA në mënyrë të vazhdueshme kanë ndryshuar qëndrimet në raport me Rusinë, me luftën, me paqen, me negociatat, me qëndrimin ndaj Zelenskit, po ashtu dhe perëndimi ka një qëndrim dyzuar, Gjermania, Franca, Anglia, Polonia është për variantin e vazhdimit të luftës mbështetjes së Ukrainës, ndërsa shtetet caktuara si Hungaria, Slovakia hezitojnë apo dikush madhe qëndrim neutral, po sekunde janë përfshirë edhe në sindromin asaj që quhet kurthi Tukididit. Kemi parasysh thirrje për armatim të Gjermanisë apo të autonomisë bërthamore të Francës, apo vetë deklarata e fundit e ministrit mbrojtjes britanike që thonë ne jemi shpallim luftë edhe Rusisë dhe lejojmë përdorimin e armëve strategjike tonat në territorin rus nga ana e Ukrainës. Në një farë mënyrë është një deklaratë ruse para këndvështrimin e rusëve, ndërkohë që gjithë këto shtete janë tashti në fut në ethet e armatimeve, sikundër edhe këtu nuk lihet pa përjashtuar edhe Ballkani. Kemi parasysh zhvillimet e fundit që ndodhin në aleancën Shqipëri, Kosovë dhe Kroaci dhe u pasua çfarë? U pasua edhe një aleancë tjetër, po themi ballkanike midis Serbisë dhe Hungarisë, për të thënë që ky sindrom i kurthit Tukididit, ku armatosa e njërit pason me një reagim simetrik të tjetrit, nuk është fjalë diçka e re, por që është ajo që kërkohet është një sensibilitet gjithë faktorëve të rëndësishëm gjeopolitik, gjeostrategjik, të përfshirë në bisedime për të arritur paqen në mënyrë që të jepet fund variantit të luftës, vazhdimit të saj, përshkallëzimit, apo skenarit më të keq luftës të tretë botërore, ku fundi i cilës nuk do të dihet si do të jetë. Kemi parasysh arsenalin bërthamor që shtetet caktuara e posedojnë dhe keq përdorimi që mund të ndodhë saj nga njëra apo palë tjetër në mënyrë pa kontrolluar apo varësisht kush e përdori i parë dhe efektet do të jenë shkatruese. E qartë. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë. Faleminderit, nderuar, kënaqësi për mua. Kënaqësia është e ime, ju falenderoj. Ju falenderoj dhe ju të nderuar të shikues për mendjen, bashkëmi sërish nesër me tjera tema.